60 minuta. Analistin Agon Maliqi do ta kemi pas pak në një lidhje direkte për diskutuar lidhur me formimin e qeverisë në kohën kur mandatarit për qeveri Albin Kurtit i kanë mbetur edhe 3 ditë deri në formimin e qeverisë. A pritet që këtë diell të kemi qeveri apo më shumë po shkojmë drejt zgjedhjeve lokale dhe cilat janë koalicionet e mundshme për të pasur një qeveri më stabile? Të gjitha këto i diskutojmë në këtë lidhje direkte, por si zakonisht në fillim ju sjellim zhvajmet kryesore të ditës. Mbarvajtja e zgjedhjeve si dhe vizita e von der Leyen në Kosovë shihet në BE si sinjal pozitiv për mundësinë e heqjes graduale të masave ndaj Kosovës. Kryeministri në natyrë Albin Kurti kërkon kontributin e Francës në dhënien e statusit të vendit kandidat për Kosovën në Bashkimin Evropian. Një ulëmtim i vallikon nxjerr në pas se 40% e kosovarëve kanë jetën më të keqe se më parë. Sipas rezultateve, 70% e kosovarëve janë shqetësuar me rritjen e kostit të jetesës. SBA dhe BE me sankcione të reja ndaj Rusisë sillojnë të shtyjnë Putinin të bëjë paqe. Masat janë përshëndetur nga Ukraina, por vlerësohen kundër produktive nga Rusia. Mbarvajtja e zgjedhjeve lokale, pjesëmarrja e serbëve në Tos si dhe vizita e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Prishtinë do të ndihmojnë në heqjen e mëtejme të masave ndaj Kosovës. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian ka thënë se von der Leyen është ndarë e kënaqur me atë që ka parë e dëgjuar dhe se gjithë kjo është sinjal i mirë për depërshkallëzim të situatës në veri. Vizita e fundit e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Kosovë do të mund të ndihmojë drejt hapave të ardhshëm të BE-s për heqjen graduale të masave ndaj Kosovës, por për momentin nuk ka ndonjë veprim konkret në këtë drejtim. Burimet diplomatike në BE thonë se mirëvajtja e zgjedhjeve lokale ka qenë një sinjal i mirë, sidomos pjesëmarrja e madhe e serbëve të Kosovës në këto zgjedhje. Por të njëjtat burime kanë shtuar se disa qarqe evropiane duan të presin për të parë se si do të bëhet bartja e pushtetit lokal tek ata që kanë fituar në zgjedhjet lokale. Një zëdhënës i BE-s i ka thënë kohës se von der Leyen ka qenë e inkurajuar pas bisedave të fundit që ka pasur gjatë vizitës në Kosovë. Presidentja von der Leyen ka pasur diskutime konstruktive me presidenten Osmani dhe kryeministrin Kurti gjatë turnesë së saj ballkanike. Ajo ishte e inkurajuar me raundin e parë të zgjedhjeve lokale paqësore, konkurruese dhe inkluzive me pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve. Ky është një sinjal i rëndësishëm për depërshkallëzimin e situatës në veri, i cili do të konsiderohet në kontekstin e heqjes së mëtejme të masave, ka thënë për kohën një zëdhënës i Bashkimit Evropian. Ne presim që edhe raundi i dytë i zgjedhjeve lokale të zhvillohet në mënyrë të njëjtë dhe i gëzohemi një tranzicioni të rregullt të qeverisjes lokale, ka thënë ky zëdhënës. Në BE moti ishte miratuar një vendim për heqjen graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës, por në të njëjtin vendim ishte thënë po ashtu se kjo duhet të bëhet paralelisht me masat e Kosovës drejt uljes së tensioneve në veri. Me përjashtim të disa hapave simbolik, masat nuk kanë ndryshuar. Para disa ditëve, heqjen e masave e kanë kërkuar edhe disa organizata të shoqërisë civile nga Kosova në letër drejtuar udhëheqësve evropian. Për këtë vënën nga Brukseli, Augustin Palokaj. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka theksuar rolin e rëndësishëm të Francës për sigurinë e Evropës si aktor kyç i Bashkimit Evropian dhe kontributin e saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në një takim me ministrin francez të deleguar për Evropën Benjamin Hadet, Kurti ka nënvizuar nevojën për dhënien e plotësorit dhe statusit të vendit kandidat për Kosovën. Në margjinat të samitit të procesit të Berlinit ata diskutuan për thellimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Francës, çështjet e sigurisë, zhvillimet rajonale dhe procesin e integrimit evropian. Presidentja Vjosa Osmani në kuadër të vizitës së saj në Berlin këtë të ejnëte ka qëndruar në Aspen Institute. Osmani tha se aty foli për aspiratat e Kosovës dhe se një gjë mbetet e palekundur që ardhmja e Kosovës është në NATO dhe BE. Në Aspen Institute në Berlin fola për Kosovën tonë si një shtet që në vete thelbin e ndërtimit të së ardhmës ka përqafuar reformën dhe zbatimin e saj si rrugën e vetme drejt zhvillimit dhe konsolidimit demokratik. Por një gjë mbetet e palekundur, e ardhmja e Kosovës është në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
evropian. Kjo nuk është vetëm një aspirate e paluhat rejona, por një interes strategjik për të gjithë dhe për rajonin dhe vetë Aleancën Euroatlantike, ka shkruar Osmani në Facebook. Presidenti agjendet në Gjermani, ku do të mbajë një fjalim në Fakultetin Juridik në Universitetin e Berlinit. Osmani para studentëve do të flasë për mbrojtjen e demokracisë. Në rastin ndaj Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuqit të akuzuar për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, zyrës së prokurorit të specializuar i është lejuar që të zbulojë materiale shtesë, të cilat tashmë ajo i ka përfshirë përkohësisht në listën e provave të cilën e ka dorëzuar së bashku me dosjen paraprake. Ky vendim është marrë më 17 tetor nga gjyqtarja e procedurës paraprake, ndërsa kërkesa ishte bërë në muajin shtator, duke kërkuar që prokuroria të kishte autorizim për të zbuluar disa materiale shtesë të kufizuara. Ndërprerja e energjisë elektrike para ditën e seancës në Pallatin e Drejtësisë ka bërë që të ndërpriten disa seanca gjyqësore përkohësisht. Me pauza të shkurtra është zhvilluar edhe ajo në rastin e 400 kilogramëve kokainë të ardhur nga Brazili, ku që nga fillimi kjo seancë është shoqëruar me ndërprerje të vazhdueshme të rrymës. Në këtë seancë i akuzuari Izzet Sheqiri po paraqiste mbrojtjen e tij. Ndalja e rrymës madje bllokoi edhe një grua në derën hyrëse të objektit të gjykatës themelore në Prishtinë për rreth 15 minuta. Ajo ndoli me ndihmën e sigurimit të gjykatës. E në rigjykimin e rastit për korupcion janë liruar Xhelil Bekteshi, ish sekretari i Ministrisë së Infrastrukturës dhe ish drejtori i prokurimit Besim Tahiri. Vendimin e ka shpallur kryetaria e trupit gjykues e gjykatës themelore në Prishtinë, Fatime Dermaku, e cila tha se nuk është vërtetuar fajësia të pandehurve. Me këtë akuzën e vitit 2018, prokuroria themelore në Prishtinë pretendon se Xhelil Bekteshi në pozitën e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Infrastrukturës, si dhe Besim Tahiri në pozitën e ushtruesit të detyrës në divizionin e prokurimit në këtë ministri i kishin tejkaluar detyrat e tyre zyrtare. Pjesë e këtë akuzës ndaj tyre ishte edhe Naim Sallahu. Pronari i kompanisë Sallahu ka lidhur marrëveshje për pranimin e fajësisë me prokurorin, duke dënuar me 6 muaj burgim, dënim ky që gjykata ia zëvendësoi me gjop. Në shkallë të parë, Tahiri u dënua me 2 vjet burgim, ndërsa Bekteshi me 2 vjet burgim. Të Kodit Penal të Republikës. E prokuroria themelore në Prizren ka ngritur akt akuzë ndaj 44 vjeçarit me inicialet MG, i cili ka shtetësi të Turqisë, pasi akuzohet se vrau me thik vajzën e tij 15 vjeçare, si dhe sulmoi vajzën tjetër 10 vjeçare e bashortën e tij në maj të këtij viti në banesën ku jetonin. Sipas akt akuzës, i akuzuari me inicialet MG në mëngjesin e 6 majit, pasi fali namazin, shkoi në dhomën e vajzave të tij dhe teksa po flenin, e sulmoi të viktimën SHG, e cila ngabrit ma të zgjoj motrën e cila po ashtu u sulmua nga 44 vjeçari. Në njoftim po ashtu thuhet se i akuzuari me inicialet MG e sulmoi edhe bashortën e tij, e cila u zgjua nga britmat e vajzave. Sipas sojë plagëve të marra, viktima me inicialet SHG kishte ndëruar jetë në vendin e ngjarjes. Një hulumtimi fundit i Vallikon me titull New Normal i së kryer gjatë periudhës 18 deri 21 gusht në shtetet të rajonit e Adriatikut, përfshirë edhe Kosovën, nxjerrë në pasi inflacioni dhe pasiguria politike janë dy shqetësimet kryesore për qytetarët e Kosovës. Në anketë gjithashtu është bërë ditur se 40% e kosovarëve kanë thënë se jeta e tyre është më e keqe se sa më herët. Sipas rezultateve, 70% e kosovarëve janë të shqetësuar për rritjen e kostos së jetesës, duke e bërë inflacionin një nga çështjet më të ngushme ekonomike në vend. Një shqetësim i madh është edhe stabiliteti politik, me 54% pjesëmarrje në Kosovë që konsiderojnë këtë një problem serioz, duke ndjekur trendet rajonale ku shqetësimet politike janë gjithashtu të larta në vendet si Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë.
E për randin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që pritet të mbahet më 9 nëntor, nuk do të ketë një proces të ri të regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës. Në balotazhin që do të zhvillohet në ato komuna, votimi jashtë Kosovës përmes postës do të organizohet vetëm për shtetasit që janë regjistruar në rundin e parë. Ndërkohë në QNR është duke vazhduar procesi i rinumërimit të 16 kutive të votimit, ku deri tani janë rinumëruar 10 prej tyre. Kuti që po rinumërohen u takojnë 12 vend votimeve të ndryshme nga komunat Deçani, Glogoci, Gjilani, Lipjani, Prishtina, Prizreni, Shtimja dhe Suareka.